Mandati Asim Vokshit në gjykatën kushtetuese është ende në dorë të presidentit të Republikës. Deri tani ka 2 raste që pretendohen si falsifikime që kryetari i gjykatës së lartë, Sokol Sadushi, i ka bërë procesit dhe dokumentacionit të kandidatëve. Falsifikimi i parë ka lidhje me proces verbalin e votimit për kandidaturën Lagami Vokshi në gjykatën e lartë. Regjistrimi audio i atij votimi përmban thënie dhe konstatime që në proces verbal janë hequr. Së fundmi ka dalë një pretendim se Sokol Sadushi i ka fshehur KED dokumente të ndjeshme me të dhëna mbi kandidatin Vokshi. Ato të dhëna e skualifikonin Vokshin nga gara për gjykatën kushtetuese, dhe jo vetëm. E bënin atë ushtar të bindur të Sokol Sadushit në atë gjykatë, institucion kushtetues, sepse Sadushi, atë letër që i kompromentonte karrierën Vokshit, e ka fitur në xhep. Sokol Sadushi ndërhyri publikisht mbi vendimarrjen dhe ankimimit të Naureba Lagamit në gjykatën administrative. Lagami e prezentoi konfliktin në gjykatën kushtetuese dhe duket presidenti i Republikës ka pezulluar procedurat e betimit të Vokshit deri në vendimin e gjykatës kushtetuese. A duhet presidenti i Republikës të kërkojë dhe verifikojë dosjen e plotë të kandidatit Vokshi? Antarët e gjykatës kushtetuese insistonin në rastin Velie që presidenti të verifikonte jo vetëm jurisprudencën e gjykatës kushtetuese, por edhe fantazitë e tyre rast pas rasti sa herë presidenti duhej të nxirrte ndonjë dekret. Të imagjinonte që Mariana Semini, Ilir Toska dhe ushtarët e tjerë të Sadushit mund të kishin ndrruar mendje në raport me vendimarrjet të kaluara. Tani presidenti ka në duar procedurën e betimit të Asim Vokshit. A duhet të verifikoj praktikën njësoj si që verifikoj kur shqyrtoi rastin Veliaj? Bile më mirë se sa aq, sepse Veliaj thjesht ishte pak në burg, kurse Sadushi është në krye të gjykatës së lartë.